në atë drejtim të zhytem. Po kjo puna ambasadorit si ju duket, ka futur i çik më tepër se sa duhet? Nuk ambasadori në realitet pengesa ambasadorit është se ambasadorët tjerë nuk kanë reaguar asnjëherë asgjë dhe gjithmonë edhe kur ka pas dhunë në Maqedoni, ka pas raste dhune plot që janë të regjistruara, ato jo vetëm nuk e kanë ngrit zërin se kanë qenë pastër dhunë bile dhe vrasje me rastin e hapjes së universitetit, atëherë ka pas një vrasje nga Shqipëria, nuk është reaguar. Tash është herë e parë që një ambasador shqiptar që edhe në kushtetutën e Shqipërisë ekziston, janë të detyruar të përkrahin të gjithë komunitetin shqiptar në për vendet fqinje, ai nuk tha asgjë, vetëm ka përkra një kërkesë të studentëve që është me ligj, që është me kushtetutë, nuk është një se gjërat 2001 i ndanë gjërat. Nëse na para 2001 shqiptarët në Maqedoni kanë ngërkuar të drejta në bazë të Kartës së Kombeve të Bashkuar, në bazë të drejtave të njeriut, tash shqiptarët këtu kërkojnë drejtat në bazë të ligjit dhe kushtetutës. Prandaj shqiptarët, kërkesat e shqiptarëve janë më të forta tash dhe nuk mund të akuzohen se janë për destabilizimin e gjendjes në Maqedoni. Destabilizimin e gjendjes në Maqedoni faktikisht e bën pushteti që nuk realizon kërkesat e shqiptarëve. Kjo është ajo më kryesorja që duhet të shihet. Kështu që kur jemi te ambasadori them që nëse ai ndrohet dhe tërhiqet nga pozita e ambasadorit, këtu tregon një dobësi shumë të ulët. Pushteti, më mirë me thonë se në emër të ministrit të punëve jashtme po bëhen këto në Shqipëri, do të jetë një dobësi shumë e madhe se tërhiqet nga kërkesat e drejta të shqiptarëve. Këto kërkesa janë përkra ka e drejta nga ministri i punëve jashtme të Shqipërisë, si nga ish Spiropali, edhe ky zotri Hoxha tash po ashtu i ka përkra. Çka tash ndodh që nëse e keni lexuar me siguri reagimin e ambasadorit, ai asgjë nuk thot përpos që reagon ndaj keqpërdorimit të studentëve të cilët kanë ardhur. Vleni tha dje që nuk na ka përfaqësuar tamam, tha. Pra, e shprehu dhe dje pa kënaqësinë Kasami. Po nuk e di si kanë prit Vleni të del ambasadori dhe të thotë se këto janë protesta të panevojshme, nëse atë ka kërkuar atëherë gabime e ka. Vleni tha edhe diçka tjetër, se nuk kemi kërkuar na tërheqjen. A në fakt Rakiplari mbrëm në Top Channel të Grida Duma, se Rakiplari është drejtor i informacionit në Top Channel. Ja i ka informacion jakush. A i tha se tërheqja ambasadorit bëhet me kërkesë të Vlenit. Kjo është e pastër. Mund të jetë arrit edhe përpara një lloj dakordësie mes palëve pas atyre mesazheve që dolën pak javë më parë që të dy palët arritën. Kjo është një do të jetë nëse do të ndodh, do të jetë shiqo, nuk bëhet për fjalë për Maqedonia, qeveria e Maqedonisë do të krenohet me atë që ne e larguam një ambasador shqiptar. Mirë po, do të jetë një pikë shumë e ulët e veprimit të qeverisë shqiptare nëse tërhiqet ambasadori. Sepse nuk ka bën, duhet të ketë arsyetim për tërheqjen e ambasadorit. Nuk mund pse të përkra protestat
kërkesat e studentëve që janë ligjore dhe kushtetuese. Po mos e largojnë ata, dhe nëse se tërheq Tirana, ndoshta mos e largojnë Maqedonia, është pa dyshim. Po nuk mund që do të pjesë arsyetim, atëherë ende më keq do të bëhet se përse e largohet, sepse ka përkrah për kërkesat e studentëve të cilat janë ligjore, janë edhe kushtetuese. Tash edhe para faktorit ndërkombëtar këta s'kan si arsyetojnë tërheqjen e ambasadorëve. Ndërkombëtarët s'janë fare më duket aty për momentin, as e kanë mendjen fare më duket. Po ato duken se s'janë, mirë po ato regjistrojnë çdo gjë dhe ato e dinë se kërkesat e shqiptarëve janë në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Maqedonisë. Ndërkohë dihet se edhe Bashkimi Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë garante të zbatimit të kushtetutës dhe ligjeve të Maqedonisë, sepse janë garantuese dhe nënshkruese të marrëveshjes së Ohrit. Prandaj ato edhe kur nuk reagojnë, ato regjistrojnë. Dhe një ditë t'i numrojnë të gjitha gabimet që i ke, pra të e bëhen edhe raportet vjetore. Zotë Emini, ju